الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për këtë fale, udhëzime, kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të pastër dhe të ndershme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, do t'i ndajmë disa minuta para khutbës së xumas që shfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe komente, shpjegime të dietarëve, ulemave të muslimanëve. Jemi në vazhdën e haditheve dhe mësimeve të pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, të cilat i ka grumbulluar dhe i ka punuar Imam Buhariu rahimahullahu taala në librin e tij Al-Adabul Mufrad, libër të cilin e ka veçuar mbi edukatën dhe edukimin e muslimanit, si duhet jetë një musliman i mirëfillt, duke ndjekur udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në çdo të vogël dhe në çdo të madhe. Në kapitujt e fundit përmendëm duat e Muhamedit alaihi salatu wassalam dhe kush e ka përcjell me vëmendje e ka vrojtuar se në këto kapituj Imam Buhariu është ndalë pak më gjatë. Të cilët kapitujt e lutjeve, duave. Për çfarë arsye? Ka se Muhamedi alayhi salatu wassalam shquhej me dua, dallohej me dua, bënte shumë dua. Lutja ka qenë cilësia e tij. Duaja ka qenë përditshmëria dhe nata e tij. Mu për këtë arsye gjeni Imam Buhariu rahimahullahu taala se ka sjell disa kapituj të cilat i ka titulluar me to duat, dhe disa të tjera i kalon të përgjithshme nga numri i madh i tyre, edhe ka titulluar babu da'awatun nabiy sallallahu alaihi wasallam, lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj besimtari nuk duhet të bezdiset, nuk duhet të sheh të gjatë një kapitull nëse ai është i dobishëm në adhurimin e tij. E nuk ka diçka më të dobishme për robën se sa mësimi se si të lutet. Nga se fundja të gjitha të mirat, të gjitha begatit janë fryt i lutjeve. Nuk janë fryt vetëm i mundit të njerëzve, po janë fryt i lutjeve, doave të ndryshme që i bën njerëzit për vetje dhe për të tjerët prej familjadeve të dashurve të tyre. Kapitull të radhës, para se të kalojmë, Imam Buhariu sjell edhe një prej doave të cilat i ka bërë pejgamberi alayhi salatu wasallam te kapitulli përgjithshëm i duave nga Ibn Abbasi, thot kana min duai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nga Abdullah ibn Omeri radhiyallahu an, thot se ka qenë prej duas së pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam të ketë thënë kështu: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika. Ka bërë dua pejgamberi alayhi salatu wasallam duke thënë: O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga tërheqja e begatisë tënde. Pra çfarë dua e ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam? Ka thënë: O Zot, kërkoj mbrojtjen tënde që mos të më marrësh begatien, zawal. Ai i cili e sjell begatien është i njëjti ai i cili edhe e merr begatien. E begatia nuk merret pos i shkak i mëkateve. Dhe nuk ka diçka robi më problematike për ta se sa mëkati. Njerëzit mëkatin e zhvlerësojnë, e zvoglojnë dhe bëjnë probleme të tjera, por në kuptimin i zmadhojnë probleme të tjera. Dhe nëse njerëzve sot i ndalon, thotë, problemi është bë mëkati, problemi është bë gjunaji, njerëz po i bën gjuna Allahu subhanahu wa taala, çka thonë? Lere më ai kena 100 probleme të tjera ti po merresh me gjunaje. Ndërkohë që problemet të tjera i sjellin gjunaje. Gjithçka që mundet me shku menja pe problemeve janë si rezultat i gjunajit. Do të mund dal gjunaji për mund dal ato. Dhe ato nuk mundet mund dal ato, veç kanë mushtue, për 100 kanë më bë 200, për 200 kanë më bë 1000, e kështu me radhë pa ndal, nëse ne nuk e ndalim gjunajin. Andaj shikoj pejgamberi alayhi salatu wasallam çfarë doja ka bë. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika. Ka thënë: O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde, pra ti ruajm që mos të bijë diçka e cila më bën shkak me më marr ti mu begatin. A gjithçka që zotënojmë dhe konsumojmë është begati e Zotit. Me dashtaj na e merr. Lutim Allahun që Allah mos i merr begatit tona, po të na i shton ato, të na i shton edhe më tepër.
Pas e ka thënë wa tahawuli afiyatik. Dhe o Zot, më ruaj që shëndetin që e kam, sigurin që e kam, mbrojtjen që e kam, qetësinë që e kam, mos të më rrotullohet. Pra mos kthehet shëndetin smuje, fuqia në pa fuqi, rehatia në mos rehati, të qenurit i sigurt në pasiguri, e kështu më radhë. Dhe këtë janë begatit Zotit Gjelle Gjelalu. Gjithë shka prej shëndetit, sigurijës, mbrojtjes, qetësijës janë të mirat Zotit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë wa tahawuli afiyatik. Dhe ka mundësi më rrotullue. I jep Zoti izën një qelize, e ndron rrugën ti smuesh. Dhe ajo është vetëm një urdhër i Zotit Gjelle Gjelalu, as nuk e sheh ata, as nuk e di ku është. Për këtë arsye duhet besimtari me u lutë te Allahu subhanahu wa taala që t'i ruan Zoti i Madh Gjelle Gjelalu begatit. Pastaj çka ka thënë wa faj'ati naqmatik. Ka thënë dhe, o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde, që të më ruash min faj'ati naqmatik. Mos të më vjen hidhrimi jot befas. Njerëzit bëjnë gjunahe, bëjnë gabime, nuk e ngojnë Zotin e Madh Gjelle Gjelalu, dhe çfarë bëjnë? Mendojnë dhe kalkulojnë dhe bëjnë matematika se këtë në regullë. Ndërkohë që, shiko, mëkati, sa do që vënohet pasoja e ti, ai pa tjetër ka me ardhë me damin e vetë. Do mënë, një gjuna që ka e kibo, herë do kur do, ka me dhanë efektin e vetë. Vesh përjashtohet kur pendohesh. Pendohesh dhe sjell veprat mira tjera shumë më shumë se sa ato që ka i ke bërë për gjunajeve, në mënyrë që të stabilizosh efektin e gjunaj duke sjell ilaçin. Ata shiko për nga me nësëm se ka formulu këtë dua. Ka thënë, o Zot, kërkoj mbrojtjen tane nga ardhja befas e kujna, e hidrimit tanë. Hidrimi, Allah me për çka hidrohet? A hidrohet Allah i pëse hajmë në buk? Jo. A hidrohet Allah i pëse pinë mujna? Jo. A hidrohet Allah i pëse shtrojmë sofrën? Jo. A hidrohet Allah i pëse shfrytëzojmë begatit? Jo. Allah i hidrohet kur i bëhet gjuna. Kur diçka ka thonë, mos e banë, ti e banë. Kur ajtë ka thonë, kjo është ndalume, ti e banë. Që të hidrohet Allah subhanahu wa ta'ala. Për ndryshë, a i vetë në furnizon me haje dhe me pije, ama nuk e donë haramin. Për këtë asyjet të ndërum gjuma, shiko duan e pejgamberit alayhi salatu wassalam, se si është formulue. Ka thonë, o Zot, më ruaj nga zbritja i hidrimit befas. Pas e ka thonë, wa jami'i sakhatik. Dhe ka thonë, o Zot, kërkojmë mbrojtjen tane nga tër hidrimi jot. Pra mos të më vjen hidrim nga asnjë anë prej anëve tua, nga asnjë lloj i mëkatit që unë kam bë, mos lejo që të më zbresë ndonjë hidrimi joti. Kjo ka qenë prej duave pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani Imam Buhariu dy prej duave i ka titulluar, pastaj prap ka vazhduar me duat e përgjithshme të pejgamberit alaihi salatu wasalam. E ka titulluar babun ad-du'a 'inda al-ghayth wal-matar. Ka titulluar kët hadith kështu: kapitulli i duas gjatë kërkimit të shiut apo shiut të madh. Pra kur ka shi të madh, çfarë duhet me thonë besimtari? Thot Aisha radhiyallahu anha wa ardhaha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ra'a nashi'an fi ufuqin min ufuqi as-sama' taraka 'amalahu wa in kana fi as-salati thumma aqbala 'alayhi fa in kashafahu Allah hamida Allah wa in matarat qala Allahumma sayyiban nafi'an. Thot Aisha duke përshkujt gjendjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot nëse e shifte në një re pejgamberi sa mqill, shikon njerëzit i shohin në re sikur kujt kur gjo. Pejgamberi sa me ka ditë se këto re janë shenja dhe Zoti ka shenja. Ju kujtohet në Ramazan kur kemi fol për Musa alayhi salatu wassalam, pasi e mor pas 10 viteve punë me gruajen e vet, edhe po kthehet, apo po kthehet për në Egjipt. Rrugës e pa një zjarr. Kale, inni anastu nara. Tha unë e gjeta një zjarr. La'alli. Tha ndoshta gjetoni njëri apo doni ushqim e kështu me radhë ta takoj dikan. E ka qenë shenjë. Ka qenë shenjë e Zotit, pastaj Allahu i ka fol. Andaj Zoti çon shenja.
Dhe qënë para shenja, sikur që kemi shenjat e kiametit. Andaj shiko, pejgamberi sa më rejti ka lexuar si shenjë. Ato janë shenjë shijut, po mund të janë shenjë e dënimit. Nuk e dim çka vjen në ato re, dim çka bartin ato re. Thot Aisha, sa herë që pejgamberi alayhi salatu wassalam në horizont shihte ndonjë shenjë prej reve, mjegullat janë mbledh, e linte punën çka anta. E linte punën. Pse e linte? Për angazhimin që ka pas, për momentin e ka praktis. Por çfarë arsye? Nga se qiella po jep një lajm. Në qiell po ngrumbullohet diçka. Rret po mbledhen për diçka. Apo, e ki pasi ersohet kur vin rret. Sidomos kur janë të zeza. Apo, e ersojnë tokën më një herë. Ajo shenjë. Ajo normal që na presim shi. Mirë po, ka mundësi të marrë dënim. Zoti na ruaj. Sikur që e dim në raste. Apo, edhe vendet tona. Në 2016 kemi pas rast vërshim. Vërshim i madh. Ka pas edhe pasoja në njerëz e mos flasim për material. Andaj, shiko pejgamberi sa i ndihshëm ishte ka këtyre shenjave. Thot Aisha, sa herë që e shifte ndonjë re, e linte me një herë angazhimin çka ka. Çka bante? E pritte. Apo e largon Allahu subhanahu wa taala, apo po bën ndonjë shi. Pra, apo largohet reja, apo po bjen ndonjë shi. Thot Aisha radhiyallahu anha, fa in kashafahu Allah hamidallah. Nëse Allahu e largon, pra nuk kishte dënim, thojnë alhamdulillah. Në çdo re dhe në çdo grumbullim të reve thonë alhamdulillah, nuk na dënoi Zoti edhe këtë herë. Nuk zbriti dënimi edhe këtë herë. Sikur pejgamberi alayhi salatu wasalam e dinte se këto re bartin me vete mesazhe. Atëherë thot Aisha, e nëse binte shi, atërte e bante këtë dua, Allahumma sayyiban nafi'an. Atër thonte, o Allah, bëje këtë shi të dobishëm për neve. Allahumma sayyiban nafi'an. A është kjo për duave kur bje shi? O Allah, bëje këtë shi të dobishëm për neve. Pse të dobishëm për neve? Nëse ka mundësi bje shi u pëzbohet i dobishëm. Pak mushtu doza të aprish baqën. Pak edhe pak mushtu doza të turbulon edhe qatijën. E me bo edhe pak ma tepër me vazhduhe, ta mbu shpinët mërë me vetë. Andaj Allahumma sayyiban nafi'a. O Allah, bëje këtë shi të dobishëm. Qiko, gjdo begati e Zotit, shfryzimi i saj është në kadrin e saj, në sasin e saj. Ti edhe buk nëse a tepër të mtosh, apo du të me e marrë me mas. Inna kulle shejin gja'alnahu, ne gjdo sen e kemi bë bi kader, me mas. Me mas gjdo sen bjen me mas. Kjo ka qenë prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani e ka qenë një dua tjetër nga Khababi radhiyallahu an, i cili në shtratin e vdekjes apo ka qenë i sëmur, edhe e ka qujti Imam Bukhariu këtë kapitull babun e dua indel maut. Çka lejohet me bë dua kur je pranë vdekjes? Do një shtri, edhe e din se kjo e shtrir në shtrat është për vdekje. Zoti na ruaj dhe na lecoft kalimin nga kjo botë në botën tjetër, të cilën do ta ban çdo biri i Ademit. Atëherë çka lejohet nëse vështirësohet agonia, nëse ki dhimbta, nëse ki zor, apo dhe s'del shpirti let, a lejohet mu lutë o Zot merr ma shpirtin më shpejt? A lejohet me thonë o Zot më bëj të vdes më shpejt? Ta shohim. Thot Khababi radhiyallahu an, thot i cili kishte përdor hekër 7 herë. Thot laula anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'awtu. Ka thënë Khababi radhiyallahu an, mos me qenë që i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar, dhe kjo është ndalesë e përgjithshme, pra kjo na ka ndaluar që të bëjmë lutje për të vdek, do ta kisha lut Zotin me vdek, nga vështirësia e momentit të vdekjes. Pra ky sahabiu o kon pranë vdekjes, në prag të vdekjes, ka pas dhimbta. Mirë, po megjithatë dhimbta nuk ka thënë o Allah shpejto ma vdekjen. Pse? Sepse ne nuk duhet të përshpejtojmë kaderin. Po ti e di se pikë të shtratis nuk ngritesh më. Mirë po, apo supozimisht, mirë po nuk ban dua pse ki dhimbta që Zoti më ta mor shpirtin më shpejt. Jo, e lën kaderin me rrjedh vet.
Dhe kjo është një dobi tjetër në shumë prej sprovave që ne ngushtohemi e që thënë ananave shpirtit e huna. Dhe çfarë bëjnë njerëzit? Dojnë mi përshpejtu kaderët e Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po kur ti e përshpejton, ka mundësi e prapson. E prapson vetën, jo kaderin. Çka ndodh njerëzit kur janë në vështirësi në ndonjë zor të madh? Apo ai sikur don për shkak se ka siklet Zoti më reagoi një herë. Jo, ka dalë plot sabër. Ai nuk është qenë njerëzore. Zoti nuk është qenë njerëzore. Nuk ngutet, nuk bezdisët, nuk mërzitet. Apo sikur që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, merrni pi punëve çka mundi mi baj, se Zoti nuk mërzitet. Ti nis me falë ban një jetë kam i fal 20 recate nafile natën. Ama ti është se mas 2 recate mërzitesh ti. Një çënje njerëzore është e mërzitshme. Për këtë arsye Zoti i Madh xhel xhelaluhu na ka mësuar që ne ta lëmë kaderin, lejen e të rrjedhë. Le Zotin e ta bëjë punën e vet. Le Allahun të merret me punët e tua. Ai le ti drejton. Dhe a ka dikush më mirë se si drejton se Allahu subhanahu wa taala? Andaj çka do të Khababi? Mos më qenë se na ka ndaluar pejgamberi alayhis salam me u lut për me vdek. Unë në këto dhimbje ta kisha lut Allahin në shpirtin. Apo jo, edhe në shtrat vdekjes s'ka bëu dua o Zot më shpejt. Pse? Lere kaderin vet. Le të mësohemi të ndërum xhamat që ta përcjellim kaderin me kënaqësi. Çai bie ta ka përcjellësh kaderin me kënaqësi. Ta shohësh se si vepron Zoti me ti dhe ti e le. Do t'i bandurim. Aty ku t'ka urdhëruar Allahu me bë vepër, bën vepër. Mirë, aty ku t'ka urdhëruar me sabër, bën sabër. Dhe lën kaderin me rrjedh. Për këtë arsye, thot Khababi, kjo ka qenë nga mësimet që e kemi marrë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam për në shtratin e vdekjes. Tani prapë ka rikthi Imam Buhariu kapitullin e lutjeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke thënë kapitulli i lutjeve të përgjithshme të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe tani ka sjell një dua shumë përfshirëse të dobive dhe të levërdishme në sjelljen e të mirave tek robi. Thot Imam Buhariu se prej duave që i ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam, sikur që transmeton Ebu Musa al-Ash'ariu radhiyallahu anhu wa arda, se pejgamberi alayhi salatu wassalam lutej me këtë dua. Çfarë thonte? Thonte Rabbi ighfirli khati'ati wa jahli. Thonte pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah, o Zoti jam, ma fal mua gabimin tim dhe ignorancën time, padijen time. Shikoj të ndërum xhamat, veç shkurtimisht kalkuloje shpejt në kokën tënde këtë dua dhe kush atë bë. Ma i dishmi për njerëzve, ma i pastri për njerëzve. Njeriu ma pa gabime në dunja, i mbrojtur për Zotit xhelle xhelalu. Shikoj çfarë doja ka bë. I ka tregon për shpirtin modest, kërkues falës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çfarë thonte? O Zoti jam, fal më gabimin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam. Çfarë gabimi ka bë pejgamberi alayhi salatu wassalam? Çfarë gabimi ka bë pejgamberi alayhi salatu wassalam? Mirpo, pejgamberi sallam është model, është shembull për njerëzit. Dhe ti shef sot njerëzit nuk e pranojnë gabimin. Dhe për mos pranuar gabim, i bën 100 tjera. Dhe kështu është edhe puna e rrejnë, sikur që ka thënë alayhi salatu wassalam. Rrejnë robin një herë për ta mbrojtur çat rrejnë 100 herë, 100 rrejnë tjera do të më shpik. Pse? Se do më bluk para herë s'kum rrejnë tonë. Dhe ti shef se sa prej konflikteve dhe prapësive në këtë dunja ndodhin shkaku që dikush s'ka thon fal. Në familje, sa familje shkatërrohen për një fjalë, fal. Një njeri veç me thon fal. Unë jam gabimi. Këtë drejtohet, këtë pllakat vin vend vet. Ama nga inati, nga kryelartësia, kokfortësia, e më në qaf një familje, e më në qaf një mahall, e më në qaf një shoqëri, e më në qaf një qytet. E ndo njëherë vendime dhe kryefortësi të perandorëve dhe kryetarëve e morin në qaf një perandori, një kontinent. Pse? Se qëllon kokforta i pari edhe ishti ketë nga zep. Andaj shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë modestie, çfarë thjessie. Ai cili nëse ti thu, nëse dikush thot, o gjop, por çfarë gabimi ka bëu pejgamberi sa kërkim falje? Në duke dim. A mund me thonë dikush, valla këshirë, unë e di që e kish pas bo pejgamberi sa një gabim për çat mëkata të bë kërkim falje. Për Cili? Pejgamberi alayhi salatu wassalam pas ardhjes shpalljes, Allahu ja e mbron me melek, e mbron drejt për drejt. S'ka vë gjuna pejgamberi alayhi salatu wassalam. Krejt çka kanë bërshkruajt dietar kanë thënë
është se pejgamberi sa me ka llogarit prej mëkatit mos plotësimin e adhurimit. Do të me fal 5 kohë namaz, me fal sunetet, me fal nafile, me fal namaznate, me dhon sadaka, e ndonjëherë për shembull po e zojm. Ai ka pas merak mi dhon 1000, s'e kam ri, o Zot falem. Ja për çka ka kërkuar falje. Pejgamberi alayhis salam. E unë ti për këtë të ndërum gjematë shumë rëndësi. Shiko që ka thënë pejgamberi alayhis salam. Rabbi ighfir li khati'ati. O Allah, fal më gabimin. Andaj sa e lehtë është për besimtarin jeta me kërkim falje. Apo, ndash raport me Zotin, ndash raport me njerëzit. Gabon ndaj Zotit, astaghfirullah, tubu ilej, kërkoj falje prej Allah. Kthena tek ai. Më një herë, çelët faqe e re. E ke nxi pak, faqe e re, ke nxi pak, faqe e re. Vazhdon jeta, se kërkon falje, astaghfirullah. Apo istighfari fshirës, si ajo goma, si ai lumi, i cili e largon e bardh. Apo, dhe në raport me njerëzit. Sa lehtë ka ai njeri i cili thot m'fal, më bën Allah. Apo, ki njëra mund me pas problem? Jo, s'mund me pas problem. E mirë, para më në njëri as ndaj Zotit s'kërkon falje, s'kam gabuar kërkon thot. Kërkon s'kam gabuar. As ndaj njerëzve s'kërkon falje. S'ka gabuar kërkon. A mund të para më çfarë vrasësie, çfarë brutaliteti, çfarë gërsie duket ke njëri i cili priton me thon fal mor. Pejgamberi alayhis salam, një ditë për ditëve në rreshtimin e rreshtave sahabive të safit luftës, njëri prej sahabive s'ka hinë në rasht mirë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka zbatu urdhën e Zotit xhelel xhelaluhu që të bëhen safët mirë edhe në luftë, saf drejt, që të jetë pamja për armikun, se këtu ka disiplinë, ka rend, ka organizim dhe gjithçka është nën komandë të një urdhri. Dhe njëri prej sahabive sikur pak ma jashtë safit ka dalë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shkopin e tij, me misvakin e tij, pak thot, him pak më mrena. Him pak në saf. Ki sahabiju i thot, ja Rasulullah, më lëndove, më mbrojte. Apo, ta është sahabit këtë për qëditë, se pak e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, him pak më mrena. Tha, më mbrojte ja Rasulullah. Unë ti po më shtinë më unë, po më dhem. Apo, mbrojtja Rasulullah më lëndove. Atëre, pejgamberi alayhis salam e nxjerr barkun e tina, edhe i thot, merë hakin. Apo, të lëndove, merë hakin. Atëre, sahabiju nuk e ka pas për qëllim që më lëndove, po ta këshire reagimin e pejgamberi alayhis salam, dhe pastaj kër e ka ngrej barkin, ja ka put barkun e ndershëm pejgamberit alayhis salam. Kjo ngjarje ka shumë mësime, neve do di diçka këtu. Rabbi ighfir li khati'ati, o Zot fal më gjunaj, fal më gabimin. Mësoj me thon m'fal. Qoftë edhe fëmijës, thuaj m'fal se gabova. Thuaj edhe grujës, unë ti lipi falje grujës. Po mirë be ti, sa i i gat, sa i madh. Po gruaja që bo gabim thuaj m'fal, ma van Allah, se mësë me ta bo halal hin xhenem. Thuaj edhe më të volit, m'fal. Kolegës m'fal, punëtorit m'fal Allah. Falë që nështë asja u hap hakin. Ajo vetëm ajo kategoria njerëzve, ju i një gabim, ju i spodini, ju apo. Dhe kjo nuk shkon kështu. Dhe ti shef se kitë njerëzit e kërkojnë vetëm drejtën e vetë. O t'ja gabon ai herbe. Veç ta kalzo gabon ai herti. Shiko pejgamberi sa me nxjerri barkun, tha, merë hakin, ja puthi barkun pejgamberit alayhis salam. Të ndërum xhamat, a e kuptoni fal pozicioni ka qenë pejgamberi alayhis salam. Kur gjë nuk ka krijetari i shtetit perandori, mbreti i dunjajës. Ai para mendon një mbret sot, një ushtari thjesht mi thon, me nal krejt, mi thon ec, merë hakin tan. Kjo s'ndodh, nuk ndodh. Por kjo ka ndodhur te pejgamberi alayhis salam. Pse pejgamberi sa më tjetër mesazh ka. Njerëzorja te ai është nivelin më të lartë. Dietarët e muslimanëve kur e komentojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala në Kur'an, në surën Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Çfarë kanë thënë? Kanë thonë me paskan ajeti veç, wa innaka la'ala khuluq, i shkan kulmi i lëvdatës. Veç mi paston Zoti kështu, ti o Muhammed jenë sjellje, ki karakter, ki shkan shumë e lëvdatë e madhe. Po Zoti se ka lënë me kaq. Ka thonë wa innaka la'ala khuluqin, ti e keni sjellje adhim, shumë madhe. Dhe kjo nuk ka arpi dikujt i cili
Qa njeri shumë mirë u sill me mu një herë, ma qarosi një kafe shumë i sjellshëm, edhe vash burri mirë ishe. Jo, ka arë prej ati i cili s'përfiton për njerit, ka arë prej ati i cili nuk lajkaton, ka arë prej ati i cili e përshkru njeriu në detalj. Allahu subhanahu wa ta'ala, a i ka thonë: wa innaka la'ala khuluqin adhim. Ti e ki moralin, jo veç moral, të lartë, shumë të lartë. Alayhi salatu wassalam. Andaj shiko, çfarë ke dua? Rabbi ighfir li khati'ati. O Zot, ma fal gabimin. Problemet e njerëzve sot vijnë se disa kryeneç e shumë kryefort, qoftë familje, qoftë mahall, qoftë qytet, qoftë shtet, qoftë perandëri, dikush sa të thonë, më fal. S'ka mundsi. Problemi i njeriu është njeriu. Kur që rrok me qen, kur që rrok me dele, kur që rrok me lop, kur që rrok me tigra. Se a keni dëgjuar njëri më thon, ka dalë problem me një qen në këputi. As nuk li falja, as kur gja. Ja, s'ka. S'kena bana njeri të urrok me qen, s'kena bana njeri të urrok me hajvan. Problemi njeri të njeri. Andaj kitë problemet i ban njeri, dhe problemi ma i madh është kërë kërkon falje. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: Rabbi ighfir li khati'ati, pastaj wa jahli. Tha: o Zot, ma fal pa dijen time. Kush po thot? Muhamedi alayhi salam. O Zot, ma fal pa dijen time. Sa nuk din njeriu. Këti njerit të cilit Allahu ja ka zbrit Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe është vula e këtë pejgamberve, dhe është ma i miri këtë pejgamberve, dhe çdo pejgamber me pas kanë gjallë kish pas obligim me ndjek Muhamedi alayhi salatu wasalam. Kin doa në veç çfarë thot? O Allah, fal ma pa dijen, se na është as ditur një herë. Aj, po na, unë ti, a ka një herë që du me thonë: o Zot, falem se na është as po di. Problema me thonë, shumë prej neve nuk po di, Allah. I shopin e plot për njerëzve, apo kur vi me vete hoxha, une, jo që se di hiq, po pak, po veç që tu po kanë gatruhe. O i ndërum, po ti me pas ditë s'kisha arë me vetë. Apo, vjen ta prezenton dijen çka e ka, po veç pak i ka mungu, apo. I shkon doktor të unë i di terapijat e mia, po veç thash, qa thave, Allah? Qka thave jetu sil drejt krye lërësijës, strumbullari kitë muhabeti, jo që ti jemi në madhë. Ti jemi në madhë. Kalzon mërë, o i ndërum, ku marë se di këtë munune. Shkoni kalzon mjeshtë, shire une, ti dhe që tu preke. Pse shkove dhe të mjeshtë për me preke vetë pakaj. Ina mësu na, edhe mjeshtit, edhe profesionistit, edhe hoxhës, edhe djetarit, edhe hafëzit, edhe doktorit, edhe inxhinierit, na e dina veç pak që tu. Po dhe veç pak që ti kiti di, veç pak që tu. Jo, dhe si tu di, ti me konë se thira ta. Ti me konë nuk shkon spital, ti me konë nuk e thira hoxhën. Por, ne nuk e pranojmë që zdim. Pejgamberi selam, qëfar ka po doa? Dhe kjo publik: Rabbi ighfir li khati'ati wa jahli. O Allah, falma gabimin edhe pa diturin, gjehlin tem. Kur është e fund e herë që ke thonë: o Zot, falma pa dijen teme, se unë jam ignorant, unë e zdi. Do një herë silna me babën tem, zdi që shmu sil. Silna me nanën teme, zdi që shmu sil. Jo pa dija, ti thu, kur gjave si bana, apo na me lekët e Zotit do, kur gjave nuk i bana, shkatron një familje, zdi mu sil as me gruja, as me evlad, as me kujshi. Kur gjave dhe si bana, jo kur gjave si ki po. Ja u ban njerëzve ka 400-500 smuje, kur gjove dhe si kanë bëhune, apo. Për këta syje, pranoja, nuk i di. Nashta do të mu silë ma mirë, nuk e di që silët ma mirë, nuk e di verzionin ma të mirë. Andaj, kur te pranon pa dijen, vjen dhe të dija. O më dërsa nuk e pranon, ki mu silë në gjehlin ta. Pas të ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: wa israfi fi emri kulli. Ka thonë: o Zot, ma fal kur e teproj në të gjitha çështjet e mia, e teproj. Do më thonë, ka mundësi jam të kry një punë, po ndoshta edhe mirë jam të bo, po ndoshta e teproj. Ka mundësi diçka e teprojna, e na të bo mirë. Të ndërum gjëmat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe abdesin nëse teprohet e ka qujtë teprim. Abdes, i të morë abdes për mu falë. Apo, sa verzioni kemi të abdesmarjes? 3 verzione. Një herë mi la pjesët gjimtyrët që më erët abdesi, 2 herë dhe 3 herë. Apo, me një herë e plotson farzin, 2 herë është ma mirë, 3 herë kulmin e kije. Mi njoni thot: unë jam shumë e vlia du, 7 herë mi la durët. Ja, thot unë s'jam si kej. Ju lani thot shka jeni ma poshtë, thot unë e 7 herë i laj. A gjithë dridera la ma i meqën, thot
unë i laj ka 17 herë kur marr abdes. Çka ki abdes juve ka 3 herë. Çka ka thonë pejgamberi sa? E kam shel këtë ditë, ka dalë. Por mos më shfash dervisha dhe evlia të rrejshëm. Çka ka thonë alayhi salatu wassalam? Kush merr abdes për mi 3 herë ka tepruar. Çaj tu dosh me boti. Çaj tu dosh me na kallzue. Unë e laj dorën ka 70 herë. E çka është? Dora jote pjalltanit, a pjall. Vëllai lajve pejgamberi sa me kalonier 2 herë 3 herë çaç. Apo. Por a mund të thonë Zoti ka bën farz 2 recat sabah. Tash çka janë 2 recat? 20 më fal. Kur je çu falin 20. Jo 2. S'kallzon ti këtu sa. Ai kallzon. Po këtë arsye, wa israfi fi amri, o Allah, më fal kur e teproj. Sa shpesh e teprojna? E teprojna, i lëndojna njerëzit. Edhe tu dosh me bë mirë e lëndojna. Him njerëzve në privatësi. Ku keve, shka bone, me kandole. Thirë në telefon, ku i e, kallzom sak, lokacionin qomba. A kupton njerëzit çfarë në shmenduria në duka luë. Pse? Se nuk e di su kjo privatësive. Njeri nuk e ka më obligim, mas me derë me ta qenë. Allahu që e ka bëhë derë me izën, lip izën, a ka mundësi me hi. Nëse thot mos hin. Wa idha qila lakum irji'u farji'u. Nëse banorët e shtëpisë thonë kthahuni. Apo? Andaj, shiko, të ndërum gjëmo, janë edebe të cilat neve na mungojnë e pastaj kalojmë teprim. Andaj bëjmë se më ka po doa, o Zot, ma mundëso mos ta teproj. Sa teprimët i bojna ne në këtë drejtim. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa ma anta a'lamu bihi minni. Ka thënë o Zot, falmi krejt punt, çka ti i di më mirë se unë te unë. Ti i di më mirë se unë te unë. Zoti e di më mirë për tyje se ti për vetën. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Në shumë dispozita Allahu xhelal përfundon ajetin, Zoti e di, ju nuk e dini. Apo, pse i ka bë 5 vakt farz? Ai e di, ju nuk e dini. Pse ka bë zakatin? Ai e di, ju nuk e dini. Pse i ka bë Allahu obligimet? Ai e di, ju nuk e dini. Megjithëse në çdo sen ka urtësi, po na jo çdo herë zbulojmë urtësinë e Zotit. Jo çdo herë zbulojmë urtësinë e Zotit. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, "Wa ma anta a'lamu bihi minni." Dhe o Zot, ti e di më mirë për mua se sa unë për veten. Në shpesh herë i jap mi vetes diploma, certifikata, apo Allah jam me mu i knasht, Allah jam ju kështu në vetën. Jo, kështu kështu. Cili për neve ka certifikat vull që o gjenet li? Asnjë. Andaj duhet me morë vetën pak me të mirë. Marë pak vetën me të mirë, mos pi torturu njerëzit. Si e gjenet li, nuk e di a jetu morë vrim. Apo, punë që ka i ban, do shta i ban shkele shko. Po nëse nuk i ban shkele shko, a i ban të plota, a i ban përsosta, a i ban vaktin e vetë, a i ke hin hak dërsa i të i ba dikujna? Jo. Apo, nëse fillojnë procesat e veprimtarisë të mirë, në fund, a i ke ba për Allah? A i ke ba për izallak Allahu Gjelle Gjelalu? Ka shumë gjëra. Andaj, wa ma ente a'lemu bihi minni. Ti Allah ka thënë, di ma mirë për mua se unë për vetën. Pas e ka thënë, Allahumme gfirli khatai kulle. O Allah, ma fal gabimin tim komplet. Pra po kësë wa amdi wa jahli. Dhe kur e bëj me qëllim dhe kur e bëj pa dije. Kemi gjuna që i bëj me qëllim, e paramenon ti. Qështu, kjo me paramendim. Dhe ka gabime që bëjmë pa paramendim. Ka ndeshje, im shon dikujna, më fali i thu, unë se pa ta plan me ta mshu, po ndodhi, apo? Edhe i thu, ma vala dhat. Pastaj ka pasoja, mirë po, nuk e ke po me qëllim. Edhe ka mundësi dikush e ban plan me shku, ai pizza pa e di që ka me shku në mas dreke natën në kazino, e di, e ka po me paramendim. Pejgamberi alayhi salatu wasallam për çdo gjuna ka po, shiko, veçantë. O Allah, falma kur e bëj me qëllim dhe kur e bëj pa qëllim. Wa hazli wa kullu dhalika indi. Vërën e ke shprehje. Ka thënë o Zot, falma kur e bëj me qëllim, pa qëllim dhe me hajgare. Ka kërku falje për hajgarët. Ti kushtot për hajgarët. Ti ke ba hajgarë me ti, ti kushtot, po lujtë e bone me këtë, po eranove vëllo. Eranove. Po në hajgarë, di kushtot e ke ba me këtë të në bëjë hajgarë. Qish banë me këtë i hajgarë? Po ka njerës që së në banë hajgarë me to, apo? Nuk më nështu unë bëjë me këtë. Po ka njerës që kanë autoritet, së në lunti me ta. A dush me pas konsiderat. Andaj, falë ma o Zot edhe hajgarën teme. Edhe kur jam duke arktu, mirë po kjo arktim, për shembull, ka mundësi e lëndon me dikan. Dikush thot, më falë, po ç'kim ranoj.
Shumë ti nuk mundesh me një plak e ka bot 80 vjet i ban hajgare me ta. Ti ahmakie. Ti ahmak, ka ahmak ka plot. Ban hajgare me titull, ban hajgare me hoj, me dietar, me doktor, apo kit parat, kit për çullën parat. I ka bot 80 vjet për shembull dikush, apo i ka bot disa vite parat kit fëmia. Çave ki fëmia, çave ai fëmia. O ndërum ti pse i bot do vjet. Nuk do të thonë njerëz kanë autoritete. Kanë autoritet, kanë titull. Ti duhet të respektohet atë titull. A ka mundsi fëmia apo hafiz? O te hafiz ti ignorant karshiatina. Ti s'di kur gjëras di karshiatina. Andaj nuk matet kjo punë me mosh. Kjo punë shkon me autoritet. Ka autoritet. Por këtë arsye shiko. Ka bo dua o Zot fal me hajgarën. Dhe pastaj çka fjalia e fundit të shumë rëndësishme ndërron xhamat. Wa kullu dhalika indi. Ka thonë o Zot, dhe këto çka i bona dua, këti kam. Këti kam unë. Ha? Shko, vallahi njëri pineve. Vallahi njëri pineve. Me e pas bëj këtë dua dhe me e nini tjetër. Dhe mos me di që këtë dua e ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çai kishte thon, zanë një njeri, atë bën që dua. O Allah, falma gabimin tim, ignorancën time, teprimin tim, kur e baj me qëllim, pa qëllim, me hajgare. Krejt këto gjuna i kam o Zot. Edhe një tjetër, te na o te ngue, o te nuthut. Ama nuk e di që kjo dua është bëbi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çka i kishte thon? Valla çka njëri prisht kana. O ka thoj ka. Gabimin, ignorancën, me qëllim, pa qëllim, hajgare, se te na nuk kena mësu me pranu gjunajin. Ti edhe së në njën këta, nuk mund është me nije. Mos kujto që ki me nije dikon. Të thonë njani o Zot fal ma gjunajin, fal ma gabimin, fal ma ignorancët. Nuk e ban këta. Apo, nëse e ban tinza. Tinza. Nësa nije dikush para tjerë dhe tjetë, jo, s'kam bo kur gjo. Shiko, ne manovrojmë, bëjmë hejle. Qa ka me thonë, qa ka të metë me thonë, o Zot falma, se unë jam gabimtar. Për në gabimtar jena, më katar jena. Qfar kibri në ka kap neve që në ven mërzi me thonë, o Zot falna? Qfar shejtani ka hi në barqet tona, në mendjet tona, në cytjet tona, që ne ngurojmë dhe e ngrejmë vetën dhe lartësojmë më lartë, se sa me boj stikfar publik. Thot Enes ibn Malik, radhiyallahu anhu, publikisht me zot nalt, thonë të pejgamberi alayhi salatu wasalam mejlis, astaghfirullah wa atubu ilay, kërkoj falje për Allahut dhe pendohem tek ai. Publik. Se shtanin ke, jam të bëj istighfar, kërkoj falje për Allah. Apo, po këtë arsye shiko, ka qenë për duas pejgamberit alayhi salatu wasalam, wa kullu dhalika indi, këtë çto i kam o Zot. Këtë çto i kam. Pastaj ka thënë, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta ala kulli shay'in qadir. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thënë o Allah, falmi gabimet që i kam bërë të kaluarën dhe falmi ato që do t'i bëj ndoshta të ardhmen, ato që i bëj publike, ha? Dhe në transmetim tjetër ato që i bëj tinza. Ti jep njerit me ecë përpara dhe ti e le njerin prapa. Ti ki fuqi për çdo sen. Kjo ka qenë prej duave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka ardhur nga Muadh ibn Jabal radhiyallahu an, prej duave të cilat i ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe u ka mësuar shokëve të vet nga Muadh ibn Jabal, thot akhadha bi yadi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Muadh, qultu labbaik, qala inni uhibbuk. Dhe gjë këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot Muadh ibn Jabal, më kapi për dorë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe kjo ka qenë për sunetit pejgamberit alayhi salatu wasalam, që njërin me e kap për dorë. Për tregu mëshirë. Ja, për tregu mëshirë. Neve edhe që ajo pak për shëndetje që na ka met, kështu. Jo dorën mi adhon se ndoshta pishkon menja që e du, e mos t'i shkoje. E është du të pishku menja. Apo, sepse njerit kër ja zgot dorën, për qënë mëshirë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka pas tradit që ta përgdhel kokën e jetimit. Për çfarë arsye? Nga se dora përçon mëshirë, e ledhaton, dha niyet mirë. Edhe sot çfarë pedagogin kur e vet, çish mi këshir fëmijë thot, limoja u kryen. Na nuk ja u limojna, e dini çfarë ju bojnë ana. Na me limu jo. Apo, veç kur të gabojnë, nga se na jetojna vetëm me ndëshkime, jo me shpërblime. Veç e këshina, a ki gabuna i sen sot. A keni pa e vlatë kur i mona në pytje. A ki gabuna i sen sot. Mirë, e suksesin, e veprën e mira, e shpërblen ti. A veç kur ka gabua, andaj ti e gjenë sot se dhe sistemet funksionojnë qështu.
Edhe sistemet funksionojnë kështu. Vetëm me ndëshkue atë parandalimin e krimit, s'kan çish me parandalu krimin. Çish me parandalu? Se për me parandalu krimin, duhet me formu një njeri të mirë. E ata nuk e kanë ngale me formu një njeri të mirë. Ata e kanë ngale cili do njeri mos bëjë krim. Ata vinë te krimi mas krimit. E pejgamberi alayhis salatu wassalam e kishte tradit kur folte me dikën dhe donte më ia dhoni porosi, e kapte për dorë. Sallallahu alaihi wasallam. Thot Muadhi, më kapi për dorë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe më tha, o Muadh, e ka thirr me emën për ta theksu dashnien dhe për t'ja marrë vëmendjen, se pas ka diçka me më thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, o Muadh, qultu labbaik, i thash, të përgjigjem ja Rasulullah, por çka të dush, këto jam. Kjo labbaik kur përdoret? Labbaik Allahumma labbaik, hajj. Pra, tërësisht tu kam përgjigj çka do të thosh. I ka thonë labbaik ja Rasulullah, të përgjigjem ja Rasulullah. Qal inni uhibbuk. I ka thonë, o Muadh, unë du tije. Dhe kjo është prej traditave pejgamberit alayhis salatu wassalam, që t'ja shpreh dashurinë vllaut vet. E që njerëzit sot nga kibri, nga nimallësia, tradita, rrethi, marrë, zban, nuk i thot. Nuk i thot. Pse nuk i thot? Sepse na rrit gabimisht. S'ka thonë kërkush të du. Unë du ti. Kush ka thonë? Apo? Kush? Atë ka thonë më dikush? S'ka thonë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam publik e ka thonë. E ka di që ka me transmetu ki këta. O Muadh, ka thonë unë du ti. Pastaj kult wa ana wallahi uhibbu. Ka thonë Muadh ibn Jabal, ka thonë mashallah, ina da unë ja Rasulullah du ti shumë. Me çfarë dashnije? Cila më e madhe se tjetra? Na këtë dojna të dërgumin e Allahit alayhis salatu wassalam. Allah na shtoft këtë dashuri dhe këtë bindje ndaj sunetit të tina alayhis salatu wassalam. Ama ana sjaltas. A dhe që dhe me thonë pejgamberi unë du tije. Unë kjo maja e majave. I ka thonë Khadijës radhiyallahu anha pejgamberi alayhis salatu wassalam, o i Khadijë, erë Gjibraili pi 7 palqijeve me një selam pi Allahit, yukri uke alejkis selam. Ka thonë po të banë selam Gjibraili pi Rabbul Aleminit. Qau kjo? Njerit një selam me aqu dikush, një pasanik, thot ta bani një selam. Apo men të lojnë, thot shiraj, masim ka bon selam, aj, i kare në taj, aj së më ka bon këtë mu selam. I shkon një diav, ketë disponim, se aj pasanikim ka që selam. Ndërko që për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aja brengoz dhe njerë, qysh kishna mujt me ardh ditën e kiametit me konë saft me ta. Edhe aj me t'ka përdore me thonë, ec me muëti. E me t'ka pa i përdore, a shpëton, Allah na mundsof ja Rabbal Alamin. Pasaj që ka thonë, wallahi inni wa ana wallahi uhibbu. Kale, ala uallimuke kelimatin të kuluha fi duburi kulli salatik. I ka thonë Muadh ibn Jabalit, ka thonë, ata mësoj një dua që do t'a thuash në fundin e gjdo namazit tanë. Kultu naam, thash, poja Rasulullah. Pastaj ja mësoj pejgamberi alayhis salatu wassalam këtë dua dhe i tha kul Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Do ta shohim në khutbë pastaj dobit e këtij hadithi dhe çfarë ka mësue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabalin pas kësaj hyrje të mirë, duke i thënë përdore të dua e kështu me radhë për dashnisë që ka shpreh Muadh ibn Jabalit. Andaj këto janë prej lutjeve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, të cilat besimtari duhet që të jetë i zellshëm, të përdor ato, të mëson ato dhe të lutet me to. Elusim Zotin e Madh xhelal që Allah subhanahu wa taala na mëson të lutemi me lutjet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, të lutemi me lutjet të cilat na bëjnë dobi në dunjë dhe në ahiret. Elusim Zotin e Madh xhelal që Allah subhanahu wa taala na mëson me dashur Muhamedit alayhis salatu wassalam, na mëson me ndjek Muhamedit alayhis salatu wassalam, na mëson që në zemrat tona mos ketë diçka më dashur, as familjet tona, as evlatët tona, as pasuritë tona, as vetët tona mos janë më të dashura për neve se sa vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh xhelal që Allah subhanahu wa taala muslimanët kulli që Allahu të ndihmon, fuqarat, skamlorët, nevojtarët, vonjakët, jetimat, Allahu xhelal të ndihmon dhe të përkrah zullumçarët në mes vetit të shpartallon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.